është mbajtur festa tradicionale e serbëve e njohur si Vidovdani. Megjithatë, festimet e këtij viti janë shoqëruar me tensione. Policia e Kosovës ka shoqëruar për intervistim 17 persona të cilët dyshohen se kanë provokuar situatën përmes veprimeve dhe veshjeve me përmbajtje nxitëse dhe të ndaluara me ligj. Këto zhvillime kanë sjellë reagime nga Beogradi zyrtar kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se do të vijë dita kur serbët do të jenë në gjendje të veshin fanetat serbe dhe të mbartin flamujt serb kudo dhe krejt të lirë. Në një prononcim, Eduard Gashi, analist politik, e sheh Vidovdanin si një instrument provokativ të Serbisë me pjesëmarrjen e strukturave paralele që shkelin ligjin dhe sfidojnë sovranitetin e Kosovës. Ai konsideron këto aktivitete si pjesë e një strategjie për të penguar integrimin e veriut në rendin kushtetues të Kosovës. Ceremonia e djeshme e Vidovdanit në veri të Kosovës është shoqëruar me praninë të zyrtarëve të lartë serb dhe pjesëmarrje të strukturave paralele, të cilat veprojnë në shkelje flagrante të rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Mesazhe të qarta provokative që synojnë të sfidojnë sovranitetin e Kosovës dhe të legjitimojnë ndikimin e Beogradit në këtë pjesë të territorit të shtetit tonë. Këto strukturë paralele të financuara dhe të drejtuara nga Serbia nuk kanë asnjë bazë ligjore dhe shkelin marrëveshjen ndërkombëtare, përfshirë marrëveshjen e Brukselit. Aktivitetet e tyre nuk janë simbolike, por pjesë e një strategjie të qëndrueshme për të penguar integrimin e veriut në rendin kushtetues dhe administrativ të Kosovës, ka potencuar ai. Po ashtu Gashi e konsideron deklaratën e Vučić se një provokim dhe sfidë ndaj rendit kushtetues të Kosovës. Të vijë dita kur serbët do jenë në gjendje të veshin fanetat serbe dhe të mbartin flamuj kudo krejt të lirë. Është një provokim i qartë dhe një sfidë tërfthorë ndaj rendit kushtetues të Kosovës. Kjo deklaratë nuk është thjesht mbrojtje të drejtave kulturore të serbëve, përkundrazi, është një mesazh i koduar që nënkupton se Beogradi nuk e njeh realitetin e pavarësisë së Kosovës dhe vazhdoi të pretendojë të drejtën mbi këtë territor. Është përpjekje për të inkurajuar elemente destabilizues në terren, duke u dhënë atyre sinjal se Serbia është prapa atyre. Një strategji për të devijuar vëmendjen e opinionit të brendshëm në Serbi nga problemet reale sociale dhe ekonomike, duke përdorur Kosovën si valvulë shkarkimi për flustrimin kombëtar, ka shtuar ai. Gjithashtu Gashi ka thënë se Serbia nuk ka braktisur projektin e saj për pretendime territoriale ndaj Kosovës pavarësisht dialogut. Tutja i ka kërkuar që BE dhe SBA të kuptojnë se narrativa e Serbisë janë strategji destabilizuese dhe të ndërmarrin masa konkrete për ta ndaluar këtë. Eduard Gashi thekson se Kosova është një realitet i njohur ndërkombëtarisht dhe se çdo përpjekje për ta sfiduar është e destinuar të dështojë.